Parlamenti i Turqisë ka miratuar një ligj të ri që ndalon aksesin në media sociale për personat nën 15 vjeç në një përpjekje për të rritur kontrollin mbi përdorimin e platformave digjitale nga të miturit. Sipas raportimeve, ligji parashikon që të miturve nën këtë moshë të ndalohet regjistrimi në rrjetet sociale, ndërsa platformat do të detyrohen të vendosin sisteme të verifikimit të moshës. Media turke raportojnë se prindërve do t'u jepen mjete për të monitoruar kohën që fëmijët kalojnë para ekranit, si dhe shpenzimet që ata kryejnë online. Gjithashtu në raste emergjente, platformat kryesore do të detyrohen të ndërhyjnë brenda një ore për të kufizuar përhapjen e përmbajtjeve të dëmshme. Ligji pritet të hyjë në fuqi 6 muaj pas publikimit në gazetën zyrtare. Ndërkohë, diskutimet të ngjashme po zhvillohen në vende të tjera. Presidenti francez Emmanuel Macron ka propozuar një ditë pushimi mujore nga rrjetet sociale për të rinjt, me qëllim rikthimin e tyre tek aktivitetet në jetën reale, si leximi apo sporti. Po ashtu, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe liderët e disa vendeve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar vendosjen e kufizimeve të ngjashme për aksesin e fëmijëve në media sociale, një nismë që po fiton gjithnjë më shumë mbështetje në Evropë.